Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, këtë të shtunë në bashkëbisedimin online me qytetarët, foli për protestën e thirrur nga PD në 10 shkurt. Kryedemokrati u shpreh se kryengritja paqësore do të vijojë deri në përmbysjen e qeverisë. Regjimi po ecën drejt agonisë. Dhe gjithçka varet nga ne, nga opozita shqiptare. Gjithçka varet nga kryengritja jonë paqësore që s'duhet të ndalet kur gjerë në përmbysjen e Edi Ramës. Pikërisht në këtë kuadër ne thirrëm protestën tjetër me datën 10, më fali, ditën e martë me datën 10 shkurt, në mënyrë që të marrim dhe njëherë paralajmërimin në serioz për largimin e tyre nga pushteti. Edi Rama të bëjë ç'të dojë, mrapa diellit të shkojë, shpres nuk ka, do shkoj aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhjet të forta me kartelet e drogës, krimin dhe farsë elektorale. Pyetjes për bashkimin e opozitës, Berisha ju përgjigj se sipas tij, kushdo që e ndjen veten opozitar, duhet të bashkohet me frontin opozitar për të larguar atë që kryetari i PD-s e cilëson si një të keqe të madhe. Iniciativa e djeshme është iniciative një grupi personalitetesh nga shoqëria civile, të cilët duhen të lehtësojnë, duhen të ndërmjetësojnë krijimin e një fronti të gjerë opozitar kundër kësaj të keqe të madhe që është organizata kriminale e Edi Ramës me nënkrye Edi Ramën. Unë mendoj se në kuadrin e kësaj nisme, çdo njeri që ndjehet opozitar dhe që nuk i lejon veten të tradhtojë elektoratin që ka votuar kundër Edi Ramës, të tradhtojë elektoratin që gjen forca të shkëputet nga lidhje e të tjera, rrjedhtohet në këtë front. Ky nuk është një front për të qeverisur së bashku, ta marrim në këtë formë. Ky është një front për të larguar së bashku një të keqe të madhe, për të hapur rrugën shqiptarëve, për të votuar të lirë si qytetar evropian. Dhe kjo është jashtë çdo lloj logjike që të mos jetë interes parsor i çdo force opozitare. Por duhet të jesh opozitar që të përqafosh një ide të tillë. Mëtej Berisha shtoi se protestat e opozitës kanë pasur efekt madhor, duke i krahasuar me protestat në botë. Kryedemokrati theksoi se PD do të përgatitet për kryengritje të pandërprerë.